Kjo është mënyra kryesore që ka gjatë me hapjen e aplikacionit. Janë tri pjesë, tri fushat kryesore, cilat duhet mu plotësu për me pas rezultatin. Është vlera e veturës, viti i veturës edhe vëllimi. Tu bazu për këtyre tri parametrave, bëhet edhe llogaritja se sa duhet paguhet taksa për veturën e cila do të inkorporohet. Është edhe pjesa e menys, është pjesa informative dhe pjesa ndihmëse e aplikacionit. Pjesa informative bazohet në pjesën ligjore, në cilën ka bazë ky aplikacion, dhe rregullorja e akcizave 03/2020 edhe vendimi i qeverisë i Republikës Kosovës. Është pjesa e informatave se në bazë shkapit referohet, do të thotë sipas vitit, sipas amortizimit edhe fuqisë motorit. Pjesa tjetër është pjesë ndihmëse, e cila e ka marrë një shembull për me bërë përshkrimin se si duhet të plotësohen fushat për me qenë rezultati i saktë. Nëse aplikacioni jep një mundësi që nëse viti i veturës është viti aktual dhe vëllimi është më i vogël, jo më shumë se 2000 kubik, e jam një mundësi një checkbox që a është e re. Që nëse e re kuptojmë nëse vetura është me kilometrazh 00, do të thotë nëse është e re, atë taksa akcizës për këtë lloj veturave është 0. Edhe taksa normale më vogël. Një mundu që edhe përmes këtyre mesazheve vrejtëse, më tregu që mos më lën shfrytëzuesin e këtij aplikacioni me gabu, do të thotë nëse plotësohet viti në këtë rast është 98, del një mesazh paralajmërues i cili tregon se nuk në Kosovë nuk mund të zhvillojnë vetura që është më vjetër se 13 vite. Edhe njëkohësisht nëse viti i veturës plotësohet viti më i madh, e jep mesazhin që viti i veturës mund të jetë më i madh se viti aktual. Kjo është pjesa më e preferuar janja. Aplikacioni pjesa që kam postuar në market. Edhe kjo është pjesa e shkarkimeve. Kjo aplikacion është, do të thotë, falas për të gjithë ata që ju kryjnë punë. Që kjo është pjesa më e vështira. Nëse ka të vështirë pyetje. A keni menduar që me zgjeru aplikacionin për shembull me bëu kalkulimin e taksave edhe për shtetet tjera për shembull? Jo, për shtetet tjera nuk kam menduar thjesht. Unë kam dashur me jap një pjesë asajna komunitetit këtu si me veproj, mirë po kam menduar që me zgjeru është antarmen nëse shprehen në kush interesim ose për edhe kompanitë e sigurime nëse dojnë me u bashkangjitë kësaj pjese që thjesht një person i cili e blen një veturë me pas të gjitha taksat të kalkuluara. Edhe me ditë saktësisht sa kanë me qenë taksa për veturë. Pse e ke zhvilluar aplikacionin? Po, këtë është shumë mas pari të dash edhe me sprovu veten, edhe me tregu veten që ky trajnim për në me ka qenë shumë frytëzës. Edhe më ju jep një shërbim njerëzve se po nisa për përvojës teme, do të thash më herët që punoj shërbimin të Kosovës. Kemi shumë thirrje se njerëzit nuk e dinë se sa duhet me pagu edhe çaja ka qenë edhe qëllimi jam që njerëzit më janë lehtësuar çat pjesën që mos më pas nevojë me harxhu telefona prej Gjermanie me thirrje ose diçka, por thjesht me pas një telefon me 3-4 klika me marrë përgjigjen. Lera çmimi që ishte atje. Do të thonë ajo çmimi i katalogit. Jo, është lera çmimet me katalog, po. Pjesa e çmimeve të katalogut është një pjesë tjetër, mirë po ajo është vlera e veturës, e ka kuptimin vlera për çdo ganim. Nuk është e kyçën
me pjesën e katalogut, ajo është pjesë që i takon oficerëve doganor. Mirë, po kjo është, për shembull, nëse ju e gjeni një vetur në internet, edhe për momentin nuk keni kënd me pyet, mundesh me përmes të aplikacioni me llogarit sa kanë me 100 taksë. Mirë, po edhe në marketin e që ajo nuk do të thotë që 100% është e pranueshme prej shërbimit doganor. Ona e pranon çmimet vetëm Varësisht prej situatës, nëse janë çmime të rregullta, planohen edhe prej internetit edhe prej transaksioneve tjera. Të falenderoj që më dhanë mundësinë me